Lini një qep të qëruar në dhomë, ja magjia që sjell për shëndetin tuaj. Qepa është ndër perimet me veti të shumta shëndetësore, prandaj është e rëndësishme që ju ta përdorni atë sa më shpesh. Ndoshta keni ditur shumë informacione në lidhje me të mira shëndetësore të saj, por nuk e keni ditur se të vendosni një qep të qëruar në dhomën kur rini mund të përfitojë më shumë gjatë dimrit. Qepët e freskëta ose të papërpunuara kanë efekte të mira lehtësuese për njeriu. Ajo ndryshe quhet edhe trëndafili kundërmues për shkak të aromës të fortë që ka. Në mënyrë që të mos sëmureni këtë dimër, ju mund të vendosni një qep të qëruar në ambientet e dhomës, diku mbi kuzhinë ose në frigorifer për shkak se qepa është në gjendje të thithë të gjitha bakteret që sidhen në dhomën tuaj dhe të mbajë larg problemet të ngjashme. Kështu, përdorimi edhe qepës në mënyra të ndryshme në formën e recetave mund të lehtësojë sekrecionet tuaja dhe të mbajë larg komplikacionet e saj. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja.